Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Betohem për malin tur të Sinait dhe për librin e shkruar në rreshta, në pergament të shpalosur, dhe për shtëpinë plot vizitor, dhe për kupën e ngritur të qiellit, dhe për detin e mbushur, se me të vërtet dënimi i Zotit tënd do të ndodhë, dhe askush nuk mund ta pengojë. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. Atë ditë, qielli do të tronditet fuqishëm, e malet do të lëvizin nga vendi me forcë. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarrin e xhehenemit. Do të thuhet, ky është zjarri që e keni mohuar. A është kjo magji apo nuk shihni? Përcëllohuni në të, e duroni apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi vetëm për atë që keni bërë. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakërues. Do të thuhet, hani e pini me kënaqësi si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divanet të renditura, ata do të martohen me hyri sy bukura. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Ne do t'u bashkojmë besimtarve pasardhësit e tyre që i ndjekin në besim dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do t'u ashtojmë atyre mirësit me fruta dhe mish si uakaanda. Atje do t'ja kaloj njëri tjetrit gotat e mbushura e nuk do t'ket biseda të kota e as gjunahe. Rreth tyre do t'sillen shërbyes, djelmosha si margaritar të fshehur. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Ata do të afrohen duke biseduar me njëri tjetrin, e duke thënë, më parë, ne kemi pasur frikë në familjet tona nga gjykimi i Allahut. Por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Më parë, në jetën toksore, ne I jemi falur vetëm Atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirëplot. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Pra, paralajmëro o Muhammed, betohem për mirësinë e Zotit tënd, se ti nuk je as fallxhi e as I çmendur. Vërtet thon ata, ai është vjershëtar. Të presim derisa ta zhduk vdekja. Thuaju, prisni se edhe unë po pres bashkë me ju. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. A mos u vjen kjo nga mendja tyre apo ata janë popull I ndërkryer? Vërtet thon ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë le të sjellë një libër të ngjashëm me të, nëse ajo që thon është e vërtetë. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. A mos vallë, ata janë krijuar nga hiqi apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë, ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zotrojnë thesaret e Zotit tënd? Apo mos janë ata sunduesit e gjithçkaje? A mos kanë ndonjë shkallë për në qiell e përgjojnë atë? Atëherë, le të sjellë përgjuesi I tyre një provë të pakundërshtueshme. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Val, për atë janë vajzat e për ju djemt, a mos po kërkon ti shpërblim prej tyre, që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? A mos zotërojnë të padukishmen kështu që mund ta përshkruajnë? A mos duan të ngrenë kurthe kundër teje? Ta dinë se vetëm mohuesit do të bien në kurthe. A mos ata kanë zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që ia atribuojnë atij. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. Edhe sikur të shihnin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është veç një grumbull rresh. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga friga. Me ditën në të cilën dinakërit atyre nuk do t'ju bëjnë as një dobi dhe kur nuk do t'i ndihmoj askush. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ. Në të vërtet, për keqbërësit ka dhe një dënim tjetër para këtij, por shumica e tyre nuk e din. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd se me të vërtet ti je nën syt tanë. Lavdroje duke falendëruar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdroje atë, si dhe pas perëndimit të yjeve.